Në kuadër të muajit tetor që njihet ndryshe si muaji i letërsisë, Shkolla e Mesme Bashkuar Jani Fullani në krahas të marrëdhënieshit zhvilloi një aktivitet letrar artistik. I ftuar në këtë aktivitet ishte ish nxënësi i kësaj shkolle, profesori asociuar Dr. Teki Kurti, i cili aktualisht mban detyrën drejtorit të arkivit në Forcat Armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe është pedagog i jashtëm në Fakultetin e Histori dhe Filologjisë të Universitetit të Tiranës. Nxënësit e shkollës Jani Fullani kishin përgatitur një program të larmishëm artistik në kuadër të muajit të letërsisë. Mbledhur këto për të nderuar fjalën shqipe, për të festuar letërsinë dhe për të kujtuar se libri, poezia dhe arti janë dritë që s'duhet të shuhet kurrë. Por si valja e Bregudetit, por si zgjama e fesë qytetare, por si ushtima një tërmeti, një ashtu aqë ajo shqiptare. Po e amë fjala e saj, por si gjumi një kërthi, por si drita plotu zdaj. Në fjalën e tij përshëndetse, historiani Teki Kurti tha se është kënaqësi rikthimi në këtë shkollë ku ka hedhur hapat e parë të dijes. Ai dhuroi shkollës një fond prej 100 librash të marrë nga biblioteka e tij personale. Është një moment shumë emocionues për mua që vi dhe them 2 fjalë para shkollës së mesme të Bashkuar Jani Fullani, krahas Marrëdhënesh, një shkollë që është vetëm derë dhe dritare me të cilën ne burremi në Tiranë dhe themi po dhe Marrëdhëneshi ka shkollë të mesme. Në ka patur Marrëdhënesh një dekan të arsimit, ky ishte Ibrahim Gonjari, një burr me kulturë të jashtëzakonshme, me dashuri profesionale të jashtëzakonshme dhe me një respekt të rrezatues në gjithë karinë e Marrëdhëneshit dhe të gjithë nxënësit e asaj kohe ku një ndër ata nxënës ishte. Në shenjë falënderimi në emër të Shkollës së Mesme të Bashkuar Jani Fullani në Krahas, drejtoresha e kësaj shkolle, Morena Demiri, dorëzoi Kurtit një certifikat mirënjohje dhe e falenderoi atë për fondin e librave të dhuruar shkollës.